Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Kudo që na ndjesni të nderuar shikues, përshëndetje. Kosova dhe Shqipëria janë dy shtetet e vetme në kontinentin evropian që i dhanë mbështetje pa ekuivoke nismës së presidentit Trump për bordin e paqes. Në këtë entitet, Kosova dhe Shqipëria janë në mesin e anëtarëve të pak themelues, në mesin e atyre shteteve ku ende nuk e njohin ta zënë disa prej tyre Republikën e Kosovës. Por në këtë situatë kur presidenti Trump po ndërton një klimë me raste të tensionit me vendet e NATO-s, si mund ta shfrytëzoj Kosova dhe Shqipëria këtë ekuivalencë të plotë që ka politika jashtme e këtyre dy vendeve tona, në mënyrë që të rritet prezenca më e madhe ushtarake amerikane, në të njëjtën kohë kur Serbia nuk ka hequr dorë nga 48 bazat që ka për skajt territorit të Republikës Kosovës, ku vetë Kurti përsëriti shqetësimin se këto baza kanë një motiv, që ta minojnë paqen dhe stabilitetin në Republikën e Kosovës. Kanë ftuar për një analizë ushtarakun e karrierës, Hysen Gecaj. Gecaj, faleminderit për kohën. Faleminderit juve për ftesë. Është më rëndësi të vët ky tekst për të kuptuar dhe publiku opinioni përgjithësi. Në këtë situatë si që bëra në hyrje, që në hyrje, sa është më rëndësi për Kosovën dhe Shqipërinë që ta ketë një prezencë më të fuqishme ushtarake amerikane në dyja vende, sidomos në Kosovë, përsa ko po them që administrata Trump ka këtë raport gjysmë të luhatshëm me vende tjera anëtare të NATO-s. Prezenca amerikane në Kosovë dhe në Shqipëri është lirisht mund të themi jetike për këto dy vende. Për shkak se rrethonat gjeostrategjike dhe gjeopolitike janë të tilla në Ballkan, ku Ballkani gjithmonë ka qenë një vatër krize dhe një mundësi për të skaluar situata, prandaj një prezencë e një ushtrie të fuqishme dhe një politike të fuqishme është në një farë mënyrë një garancë për ekzistencën, por edhe stabilitetin edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës. Mirë po, këto situata arrihen me një bashkëpunim të vazhdueshëm, të pandërprerë, një bashkëpunim të sinqert, me një fitim të besimit reciprok, sepse bazamenti i të gjitha përfitimeve për një politik dhe për një shtet është besimi ndërsjellë. Aty ku nuk ka besim, ku nuk krijohet besim, aty ka dyshime dhe edhe kur ka një prezencë të kujdo qoftë aty, në këtë rast po themi të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ajo prezencë është e një niveli krejt më ndryshe se që do të ishte kur krijohen besim reciprok dhe marrëdhënie reciproke mes këtyre dy shteteve. Që nga mbarimi i luftës së Kosovës në veçanti, pasi ndërhyri NATO-ja në Kosovë kundër trupave serbe, të cilat zhvilluan një luftë të papar gjenocidiale në Kosovë, u krijuan rrethona dhe mundësi dhe kushte për Kosovën në rand parë, pastaj edhe për Shqipërinë, këtu përfitoi edhe Shqipëria, që këto dy shtete, fillimisht Kosova edhe pse nuk ishte shtet, pat mundësinë që të përfitoj shumë nga bashkësia ndërkombëtare, nga prania, jo vetëm ajo amerikane, po edhe nga vetë Evropa, për shkak se edhe Evropa ka një arsye për të qenë më afër Kosovës dhe Ballkanit përgjithësi, sidomos kur kemi parasysh Britaninë e Madhe, Francën, Gjermaninë, këto janë shtetet të fuqishme, po edhe Italia si fqiu i ynë, kanë interesa të mëdha në Ballkan përgjithësi, po në veçanti në Shqipëri dhe në Kosovë, për shkak edhe të pozicionit gjeografik që e ka Shqipëria, e cila është edhe përfshimje në zonën kontinentale me pjesën e Kosovës, po edhe bregdeti shqiptar anej, e që krijon një përparësie edhe për vetë Evropën, kur dominon paqja dhe qetësia në këtë region.
sepse shpatat dihet shpesh janë thyr në Ballkan mes lindjes dhe perëndimit dhe pikërisht kjo pjesë ku është sot Republika e Kosovës, shteti i Kosovës ka qenë një pjesë ku Rusia dhe perëndimi gjithmonë kanë luftu me interesat e tyne, me influencat e tyne dhe tani një prani e madhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe KFOR-it si një institucion kredibil ushtarak është tejet e rëndësishme. Është një debat, zoti Gecaj, midis vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera në kuadrin e një plani që mund të vëtë në funksion për reduktimin, zhvendosjen e bazave që kanë sot SBA-t në Evropë. Si mund të përfitoj Kosova që të rritë më shumë, të forcoj më shumë prezencën ushtarake amerikane, rrjedhimisht të fitoj më shumë eksperiencë në kuadrin e konsolidimit edhe të forcës së sigurisë Kosovës. Thjesht të cimentoj më shumë sektorin e sigurisë kundrejt një Serbie që është proksi Rusisë, që nuk ndalës së rreshturi për të minu paqen dhe stabilitetin në rajon. Si mund të përfitoj Kosova nga ky proces? Interesat gjeostrategjike të fuqive të mëdha nuk janë gjithmonë konstante, nuk janë stabile. Ato varen shumë prej shumë faktorëve dhe rrethanave që sundojnë botë. Prandaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në disa raste kanë përmend tërheqjen ose reduktimin e trupave prej disa shteteve në Evropën lindore, ato shtete që ishin dikur pjesë e Bashkimit Sovjetik dhe që ishin të stacionuar disa baza të fuqishme ushtarake. Mirë po me forcimin e vet aty në shteteve aty, atëherë reduktohet ajo nevoja për të pas shumë trupa amerikane aty dhe mund bartet kjo në një pjesë tjetër ku është ma tepër e nevojshme dhe ma tepër e nevojshme në këtë rast është vetë ky region i Ballkanit, Kosova dhe Shqipëria në veçanti, po edhe Bosna e Hercegovina si një shtet i cili që nga përfundimi i luftës në Bosnë nuk ka arritur që të stabilizohet as në kuptimin politik, as në kuptimin ushtarak dhe as në kuptimin e qartësisë kufive të saj, jo pse nuk dihet ku janë kufit, ato dihen ku janë kufit, po për shkak të krizave që ka në mes Republika Srpskës dhe entitetit bosnjak në Bosnë, aty është një vatër krize e mundshme. Dhe bartja e një pjesë të fuqive ushtarake në këtë rast të Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë zonë është e rëndësishme për vetë stabilitetin e Ballkanit, po edhe Evropës, dhe njëkohësisht kjo reflekton edhe në interesat e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Si do të mund të bëj kjo? Kur kemi parasysh? Kjo mund të bëhet këtu deshta edhe dal, duke krijuar një mirëbesim të ndërsjellë, një mirëbesim i cili këto vitet e fundit ka një farramje në mes të politikës së Republikës së Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ky besim duhet të rikthehet patjetër. Ndonë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë ai nivel i cili për shkak të këtij momentumi politik shumë lehtë tërhiqen ose ndrojnë qëndrim. Mirë po duhet pala tjetër të tregohet serioze dhe të ketë një konsistencë, sepse si popull na pa marrë parasysh cilat qeveri vinë e shkojnë, ajo linja e rujtjes së mirëbesimit dhe besimit reciprok duhet të jetë konstante. Një hap i mirë është bën në Republikën e Shqipërisë me qeverinë e Edi Ramës, i cili e ka kuptuar rëndësinë e pranisë së NATO-s në rand parë në këtë region dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, prandaj edhe ofroi disa baza ushtarake të cilat mund të përdoren nga NATO-ja, pastaj edhe industrinë ushtarake ka filluar me e fut në funksionim në kontabilitet me shtetet e cilat janë pjesë e NATO-s dhe me vetë NATO-n,
po ashtu edhe bashkëpunimi i ngushtë i Forcës Sigurisë të Kosovës me ushtrinë shqiptare, e cila ka trajnime dhe ushtrime të rregullta, po edhe veprimtari tjera të përbashkëta, planifikime të përbashkëta, sidomos në industrinë ushtarake, e cila patjetër që duhet të zhvillohet në këtë pjesë, në këtë region, e kam fjalën për Kosovë dhe Shqipëri. Këto baza ushtarake në Shqipëri, të cilat i janë lënë NATO-s në dispozicion, po edhe ushtrisë shqiptare kuptohet, faktikisht janë një mbështetje e fuqishme dhe një krijim i një mundësie të jashtëzakonshme për shqiptarët që të jenë një faktor i rëndësishëm në të gjitha zhvillimet për sa i përket sigurisë. Dhe jo vetëm sigurisë së Shqipërisë dhe Kosovës, sepse kjo është një segment tepër i ngushtë, por duke marrë pjesë në sigurinë e përgjithshme bashkërisht me NATO-n dhe në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në partneritet me Britaninë e Madhe, me Gjermaninë, me Francën, Italinë e të tjera, po edhe Turqinë, mos ta harrojmë si një shtet i rëndësishëm në këtë arkitekturën e sigurisë, po. Në këtë arkitekturë, atëherë kjo i ofron një mundësi të mirë edhe Kosovës, edhe Shqipërisë që të faktorizohen dhe gradualisht faktori serb, i cili jo rastësisht është marrë në mënyrë intenzive me armatosjen e ushtrisë së vet, me profesionalizimin, me blerjen e raketave të cilat janë të rralla në këtë region dhe me një mbrojtje kundërajrore dhe aviacion bashkëkohor, tani Shqipëria armatim jo defansiv, por ashtu armatim ofanziv, sulmos. Prandaj po e them, është tetë e rëndësishme që edhe Shqipëria, edhe Kosova si hapin e parë ta kthejnë besimin tek partnerët ndërkombëtar. Dhe hapi i dytë të vazhdohet me këto iniciativa dhe nisma që i kanë pas deri më tani rreth ofrimit të bazave ushtarake të rëndësishme, aeroporteve, radarëve për vëzhgim dhe kontroll të ajrit, dhe Shqipëria po ashtu ka potencialin për bazë detare ushtarake. Prandaj të gjitha parakushtet dhe mundësitë i ka edhe Shqipëria, edhe Kosova në krah, edhe të Shqipërisë, po edhe të interesave gjeostrategjike. Në marrëdhënien ndërkombëtare, Kosova dhe Shqipëria janë dy shtetet e vetme që pa ekuivok i dhanë mbështetje Shtetet e Bashkuara Presidentit Trump për bordin e paqes, duke u bërë dhe antare themeluese e këtij entiteti juridik që ka qëllim misionin për ta stabilizuar situatën në Gaza. Kosova dhe Shqipëria quan për aprovim për të quar forcat e armatosura në kuadër të misionit për stabilizimin e Gazës. Prandaj po them, me qenë se në politikën e jashtme, dy vendet, edhe ato të brendshme, thuajse në asnjë moment nuk kanë krisje raportesh me SBA. Sa mund të shfrytëzohet, sa po e shfrytëzon politika këtë, që ta forcoj më tutje këtë aleancë me SBA. Në këtë rend në ri, natyrisht, që po krijohet. Përkundër faktit që më herët e përmenda që kemi pas një farë ftofje të raporte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një periudhë caktuar, ky veprimi i fundit me pjesëmarrjen e bordin e paqes është në fakt një hap i mirë drejt përafrimit, dhe unë mund të them që është arrit në fakt që të tregohet një seriozitet i shtetit të Kosovës dhe i Shqipërisë karshi partnerit tonë më të fuqishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe SBA-ja e din që kapacitetet e Kosovës dhe të Shqipërisë nuk janë të nivelit shumë të kënaqshëm ose nevojshëm për një veprimtari të tillë, në një bord të tillë, dhe kontributi nuk mund të jetë shumë i madh, po është më rëndësi pjesëmarrja, sepse kjo pjesëmarrje tregon orientim të qartë. Pastaj kapacitetet me kalimin e viteve dhe kalimin e kohës vijnë duke u rritë dhe duke u shtuar, sepse bota nuk do ta ketë vetëm një krizë në Gaza atje, bota do të ketë kriza edhe të matutjeshme. Dhe Kosova duhet këtë seriozitet ta filloj dikun. I Kosovës, a do duhej kryeministri i Kosovës
presidentja, tani nuk e kem këtë proces të konsoliduar të zgjidhur me këtë krizën që kem, por a do duhej udhëhecit shtetëror të ishin sot në Washington për diskutuar forcimin e kësaj aleance, me shumë që ky forcim raport është të kthehet në siguri dhe më të madhe për Republikën e Kosovës. Për fat keq në marrëdhëniet me jashtë kemi deficit në kuptimin e veprimit më aktiv dhe proaktiv të diplomacisë edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë deri dikon, po Shqipëria megjithatë qëndron shumë më mirë se sa Kosova, por Kosova këto vitet e fundit ka humbur kohë shumë për shkak se stafi i cili vepron dhe punon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i diu në arsyet përse mirë, po nuk është aktiv sa duhet, nuk ka komunikim as me opinionin për t'i treguar, sepse disa procese duhet edhe opinioni t'i di, dhe nuk ka komunikim me opinionin për treguar se sa është aktiv në bashkëpunim me institucionet amerikane të cilat janë relevante dhe janë vendimmarrëse dhe janë vendimtare për shumë çështje edhe në raport me neve këtu. Prandaj kjo mangësi e komunikimit të institucioneve të Kosovës, Republikës të Kosovës me institucionet amerikane, në fakt është një farë emete e jona që nuk mund t'i atribuohet as Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo kujdo qoftë tjetër, sepse është pasiviteti joni, nuk është i tyne, ata na i kanë hap dyert. Nuk ka hapje më të madhe në raport me neve se sa me të ofrua hajde në bordin e paqes, edhe pse e di që unë e ti nuk ke kapacitete shumë të fuqishme për të na mbështet, po eja urdhno e ke derën. Mesazhi politik është shumë i rëndësishëm. Mesazhi politik është i pari dhe kryesori. Pastaj vinë këto tjerat. Mirë po, secilit me ato kapacitete që i ka mund t'i gjinet një detyrë konkrete, edhe Kosova mund bëj shumë, sepse ato njësi të zonë për deminim, për mbrojtje kimike, biologjike, atomike, kërkim shpëtim, Kosova i ka të zhvilluar jashtëzakonisht mirë qysh nga trupat mbrojtëse të Kosovës, atëherë dhe ka vazhduar edhe në forcën e sigurisë të Kosovës. Mirë po tash FSK-ja ka edhe disa njësi taktike të terrenit të cilat mund të kryjnë edhe detyra luftarake, qofshin ato defanzive ose ofanzive, por i ka disa kapacitete. Të certifikuara natyrisht. Nga NATO. Po, sepse atje nuk mund të shkohet një njësi e cila nuk është e certifikuar, dhe jo vetëm njësia, po aty kuptohet kur është njësia e certifikuar janë edhe ushtarat. Gecaj po them, në përtej situatave tona të brendshme që në të shumtën e kohës nuk kanë shpjegim logjik pse ndodhin. Gjithë këto kriza, ky lëmsh politik për shtetin e Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare, sa do të ishte jetike për Kosovën, për sovranitetin e Kosovës, sigurinë tonë, që zbarkojnë shefat e shtetit atje, në departament luftës apo Pentagon siç është quajtur më herët, dhe bëjmë plane të shpejta për të rritur këtë prezencë, për të çuar mesazhin e bashkëpunimit të fortë amerikano-shqiptar në rajon. Në të njëjtën kohë kur Rusia ende përdor Serbinë si proksi të saj për ta minu gjithë atë investim për paqe dhe stabilitet që bëri SBA me partnerët e saj në Ballkan. Me keqare duhet të them, po politika jonë kosovare e Republikës të Kosovës është të dërguar mesazhe jo të mira. Kjo zvarritje e zgjedhjes së presidentit për kaq kohë dhe këto ndërskamca që i bën njëri tjetër opozit, sigurisht që janë mesazhe keq, por këtu unë e vrej edhe një element tjetër që është tepër i rëndësishëm për neve si shtet i ri dhe që është një tregues që në fakt partnerët tanë, këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë shumë të interesuar për me mbështet Kosovën në përgjithësi, dhe në veçanti trupat mbrojtëse të Kosovës të kaluara dhe sot forcën e sigurisë të Kosovës. Si edhe në atë kohë janë marrë shumë trajnime të cilat përkundër misionit që kanë pas trupat mbrojtëse të Kosovës, kanë ka një zhvillim i cili ma vonë rezultoi me krijimin e forcës sigurisë të Kosovës.
po edhe sot kur e kemi Forcën e Sigurisë të Kosovës, prap mbështetja amerikane është ajo që i hap dyert Forcës së Sigurisë të Kosovës. Pse? Pjesëmarrja në trajnime ndërkombëtare është bërë fillimisht përmes SBA-ve, edhe britanike në rastin e dhe partnerëve të. Po, dhe partnerëve tjerë, por këta kanë qenë kryesorë. Dhe ana tjetër, vizitat e komandantit të Forcës së Sigurisë të Kosovës dhe ministrit të mbrojtjes në institucionet e rëndësishme ushtarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një sinjal që ka një problem mes nivelit politik, por nuk ka problem bashkëpunimi me Forcën e Sigurisë të Kosovës edhe me kreun e saj, qoftë komandanti i FSK-s ose ministri i mbrojtjes. Sepse SBA e din rëndësinë gjeostrategjike të regionit dhe i din... Sa do të ishte një takim për media i rëndësishëm për t'i çuar mesazh po kësaj Serbie të pa denacifikume, që ka ambicie për ta mbajtur të lëkundur stabilitetin dhe paqen në rajon. Sa do të ishte më rëndësi një takim i shefit qeverisë, i presidentit, në departament luftës, në shtëpi të bardhë, për të çuar mesazh direkt për çdo që ka ambicie për ta lëkundur gjithë atë investim perëndimor bashkë me kosovarët që kanë bërë për paqen dhe stabilitetin në rajon. Në pjesën që e përfundova të këtyre sqarimeve të mia, ndërlidhet edhe me këtë pjesë, çka duhet të them, është se një prani ose një takim i krerëve të shtetit me këto departamente që i përmenet në Shtetet e Bashkuara është mesazh i fuqishëm. Po në mungesë të këtij mesazhi të fuqishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë zgjedhur këtë rrugën tjetër, përmes komandantit të Forcës së Sigurisë edhe ministrit të mbrojtjes. Edhe me këtë Shtetet e Bashkuara po i dërgojnë mesazh Serbisë dhe Rusisë se ne jemi aty prezent. Ani mirë, për momentin, siç e kanë thonë edhe amerikanët vetë, nuk jemi në dakordancë me një kryetar qeverie, mirë, po jemi në dakordancë dhe jemi në koordinim të mirë me popullin e Kosovës dhe me institucionet më të rëndësishme relevante të Kosovës, siç është Forca e Sigurisë e Kosovës. Prandaj edhe kjo e çon një mesazh karshi serbisht, sepse kur një institucion i rëndësishëm amerikan nuk komunikon me institucionet e rëndësishme të Republikës së Kosovës dhe don me dërgu një mesazh patjetër përballë ose karshi Serbisë dhe Rusisë, atëherë ata e kanë zgjedhur këtë rrugën tjetër që është më e drejtë për drejtë dhe më konkrete, sepse është e pazakon të zonë dy shtete të kenë raporten me zveti, po ai i fuqishmi të mos komunikoj me presidentin ose me kryeministrin, po të komunikoj me një nivel pak më ulët se sa që janë këta. Edhe kjo është mesazh. Është e pazakon. Mirë po, megjithatë është mesazh i fortë, mbase mund të them që është mesazh edhe më i fuqishëm se sa sikur të ishte takuar presidenti ose kryeministri me presidentin Trump, sepse këto takime të këtij nivelit janë të zakonshme dhe janë normale që do dojmë u zhvillu. Po kur i fuqishmi ka zbrit nivelin e vetë dhe ka shkuar te disa segment tjerë për dërguar një mesazh, kjo është edhe një porosi ose mesazh edhe më i fortë, për shkak se po thotë që pa marrë parasysh çfarë e kemi raportet me një qeveri të caktuar ose një person ose 2-3 persona atje, megjithatë me këtë vend edhe me këtë shtet na i kemi raportet të fuqishme. Zoti Kecaj, si ushtarak i karrierës, sot po të kishe ndonjë pozitë për shkak këtyre lëkundjeve në gjeopolitikën botnore, çfarë do të bëje në raport me SBA-n? Po të ishe kryeministër, po të ishe president, po të kishe çfarë do përgjegjësie tjetër të rëndësishme shtetërore? Natyrisht që Sa do të ishte për ju me rëndësi që të shkoni direkt atje për të çuar këto mesazhe dhe politike? Natyrisht që përveç rrugëve diplomatike që janë ambasada dhe kontakte tjera, do të tentoja me çdo kusht që të jem sa më i pranishëm në afërsi të qarqeve presidenciale dhe vetë presidentit të
të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mund të mos kem simpati për presidentin e tanishëm, po ajo është irelevante, nuk është e rëndësishme, sepse raportet ndërmjet mezhve nuk janë periodike, nuk mund të kesh mësi të mirë stinore, po duhen këtë stin në këtë mënyrë me usjell ose me këtë person dhe pastaj. Do t'i ofrojë politikisht, po them, baza, hapësirë për baza të reja ushtarake. Çfarë do të mund t'i ofronte Kosova SBA, si di se jemi vend i vogël, por si mesazh për dërguar drejt Washingtonit për nevojën më të madhe të thëllimit bashkëpunimit, jo vetëm politik, po edhe ushtarak. Faktikisht ato oferta veç po ndodhin, janë duke ndodhur, po janë duke ndodhur jo në mënyrë transparente, jo përmes qeverisë, jo aty ku do duhen fakt të ketë transparencë, sepse ne e dim fare mirë që në bon stil kemi një bazë të fuqishme amerikane, po është edhe poligoni i stërvitjeve në babajt Bokës, ku i është ofruar edhe amerikanëve, në rast se jo vetëm amerikanëve, po edhe tjerëve me zhvetan që të marrin pjesë atje në Ata gjatë nuk e kanë problem, por politikisht sa do të ishte rëndësi të administroj me fjalor politik kjo. Dhe me fjalorin politik, kjo do të ishte edhe më e fuqishme, sepse do të jepej një mesazh i qartë, jo gjithaq për bashkësinë ndërkombëtare se ata i kanë qarta, po edhe për vetë qytetarët tanë, që ta kuptojnë qytetarët tanë që kush janë partnerët tanë kryesor, dhe kanë duhet të mbështesim, të mos ketë konfuzitet sikur në këtë situatë, kur nëse i sheh rrjetet sociale dhe i sheh mediat, ki ndamje në tabore të shqiptarëve pro Amerikës dhe kundër Amerikës, pro Iranit dhe kundër Iranit. Dhe krejt kjo është si mesazh për politikën kosovare, e cila nuk është duke punu në këtë drejtim, dhe nuk është duke eduku, po e them kështu, popullatën e vetë në kuptimin politik, por e kalon stihis dhe kur i lehet diçka stihis, atëherë sigurisht që një terren ku mund graviton lloj filozofie, lloj shkolle dhe graviton dikun tjetër. Ai që ka ndikim më shumë përmes rrugëve jo legale, ai do t'i orientojë edhe popullatën ato drejtime, dhe kjo është pikërisht ajo mungesa politike dhe diplomatike e qeverisë Kosovës, e cila nuk është duke punu në këtë drejtim. Vetmet veprimtari politike në këtë kohë e shohim, kemi këto ofendimet e opozit, të cilat nuk janë në interes fare të shtetit as të popullit, por janë thjesht të dizajnume për interesat të ngushta grupore dhe individuale. Nuk ka të bëjë kjo kurrë me shtetin, as pak. Prandaj edhe partnerët tonë serioz duke i pa këtë nivel politik çfarë kemi në Kosovë, shumë veprime i bojnë duke anashkalue edhe qeverinë tonë, edhe presidencën, edhe institucione. Punojnë në teren, por nuk duken. Punojnë në teren, nuk duken shumë, sepse është e pahishme tash, me qenë se ata punojnë këtë mënyrë, edhe të ekspozohen shumë, edhe ta nënçmojnë një farë mënyre edhe vetë qeverinë e Kosovës, sepse do t'ishte nënçmim kur dikush vjen në vend tonin, në territor tonin, dhe punon me institucionet tua, kurse ti je jashtë loje. Dhe për fat keq kemi rënë këtë nivel. Zoti Kecaj, pyetja e fundit. Ju referua që Kosova nuk ka stabilitet politik, ka krizë në esencë. Nga rendje të pashpjegueshme për shtet, por të shpjegueshme për interesa mbase personale që mund të kenë udhëheqësit politik. Kryesisht partia Zotit Kurti, e cila duket sipas kritikëve që është inskenuese e gjithë kësaj bllokade, ka mbi 51.1%, nuk ofron platformë si duhet për kompromis e konsenzus, që të zgjidhet kush? Një president vendi. S'po trajtohet si proces i parëndësishëm. Është i rëndësishëm presidenti, por me këtë fuqi politike, askujt në mendje nuk do t'i shkonte që do të kemi këtë blokadë. Në base do të kemi edhe një proces të pashmangshëm të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Zoti Kurti, në anën tjetër, këto ditë deklaroi përsëri që Serbia ka 48 baza
për skaj kufirit me Kosovën dhe ato përbëjnë kërcënim për sigurinë tonë. Tani, nëse shohim lëvizjet e brendshme, krizat që po i krijon vetë ky establishment politik dhe nevojën jetike që ka Kosova forcoj aleancat me miq, cilin bilans të nxjerrin sipas jush si ushtarak? Mendoj që një deklaratë e tillë, në fakt edhe pse është bërë në Britaninë e Madhe atje, në fokus e ka pas audiencën kosovare. Krejt ajo çka u fol atje, në vend se të ishte orientuar ka raportet dhe miqësia dhe forcimi i besimit dhe krijimi i raporteve të fuqishme me Britaninë e Madhe, në fakt biseda ishte orientuar ka popullata e Kosovës në interes të një hapi matutjeshëm i cili do t'i shkonte në favor qeverisë. Në rregull, unë e kuptoj këtë garën mes pozite e opozit, por jo në secilin vend dhe në secilin situatë, sepse atje ai nuk ka shkuar për të bënë ai farfushatë dhe të përgatitë opinionin që ka Serbia ato baza i ka. Ka shkuar, por për disa që Serbia përbën problem, për Kosovën përbën. Këto baza që u përmendën problem për sigurinë e Kosovës përbën. Atë por tani të thuhet në një kontekst në pritjet që Kosova të mbajë zgjedhje. Këtu duhet dalë që me qenë se na e dim krejt opinioni, edhe ata që nuk janë ushtarak, edhe ata që nuk janë politikolog, e din që kërcënim Serbia ka qenë në vazhdimsi. Asnjëherë ky kërcënim që nga mbarimi i luftës e deri sot nuk është largu. Mirë po duhet sqarohet kjo çështje. Kërcënimet nuk janë të nivelit të atij rreziku ku mund të presim çdo moment që trupat serbe të futen në Kosovë dhe të fillojnë një luftë e re, sepse rrethonat gjeostrategjike nuk janë të tilla. Mirë po kërcënimet janë të atij nivelit të cilat mund të destabilizojnë edhe politikisht edhe ekonomikisht Kosovën, pikërisht për shkak se Kosova nuk është i kushtu vëmendje çështje konkrete dhe praktike, por ma shumë merret me retorik. E kam fjalën për Kosova për ju politikën. do duhej çonte lajme se është një shtet që ka stabilitet politik, është një vend që është i parashikueshëm politikisht, është një vend me të cilin aleancat mund të forcohen mbi bazën e koncepteve dhe interesave të përbashkëta jo stinore, po afatgjata. Një vend ku nuk ka lëkundje të brendshme, ku nuk përdor retorik. Kjo është arsyeja pse unë kur fillova me fol në këtë pjesë e thash që debati u zhvillua në Britaninë e Madhe. Dhe atje është dashur të dërgohet ai mesazh edhe britanikëve edhe evropianëve për stabilitetin mbrana në Kosovë dhe për idenë dhe atë se çka pritet matutje pas këtij gërçi politik që e kemi. Mirë po kjo nuk u bë atje, u bë thjesht një fushat dhe vetëm sa e vazhdoj këtë politikë që e kemi që 4-5 vite. Dhe kurse si politika e jonë në këtë rast kryeministri, po edhe presidentja nuk janë gjendje që dërgojnë një mesazh të tillë çfarë ju po e përmendni që Kosova ka stabilitet politik. Dhe pikërisht që ka raporte të qëndrueshme me aleatët, që nuk i ka të përkeqësuara ato raporte, që të mos ushqej pjatën e armiqve. Krijon një hapësinë, një terren të përshtatshëm për kundërshtarin, në këtë rast për Serbinë. Nuk janë problemi më i madh 40 baza ushtarake pse janë vendosur aty. Ajo është më shumë problem psikologjik se sa real. Për shkak se prania ndërkombëtare ushtarake në Kosovë i ka dhënë një leksion njëherë Serbisë dhe Serbia nuk guxon të ndërmarrë një avanturë të atij niveli, sepse do të ishte çmenduri për cili do lider serb nëse do të kishte guxim të ndërmerrë një hap të tillë avanturesk. Por kjo dobësia jon politike dhe mungesa e raporte me faktorin ndërkombëtar dhe mesazhet të cilat po i dërgojmë kontra asaj që do duhet i dërgonim bashkisë ndërkombëtare, e krijojnë një terren të përshtatshëm edhe për Serbinë, po jo vetëm. Për gjithë ata që duan që ta destabilizojnë Kosovën, qoftë në rrafshin politik, qoftë në rrafshin ekonomik, edhe atë fetar i cili është i atakuar jashtëzakonisht këto vitet e fundit, është terren shumë i përshtatshëm.
Prandaj po them se ky jo seriozitet politik me zgjedhjen apo mos zgjedhjen e presidentit, presidentes, është ma tepër një mesazh për kundërshtarët tonë, për armiqtë tonë, për të cilëve po ju themi ja na po jo përgatitshëm terrenin, ju veç hini veproni dhe kryeni detyrat e juve me sukses këtu. Gecaj, të falenderoj për kohën, në funksion të rekapitulimit të observimit tuaj, edhe si ushtarak me përvojë, është e rëndësishme që Kosova çaj lajme se ka stabilitet politik, se është e parashikueshme politik dhe se raportin me aliancat nuk e ka të cënuar. Gjithë kjo do të mund të forcon të tregimin për një Kosovë të qëndrueshme me perspektivë të palekundshme në ambicien e saj për të bërë antare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s gjithsesi. Është tepër e rëndësishme kjo që e thatë dhe këtë po e la si mesazh të fundit në fakt për politikanë tonë. Por unë si ushtarak shpeshherë fokusohna në gjëra konkrete, reale që ndodhin, pa bë në lojë diplomatike ose politike për të mashtruar këtë qoftë. Unë kam dëshirë dhe e them ato çka e di, edhe nga përvoja, edhe nga backgroundi im si ushtarak e shkollimet dhe gjitha ato që kam arrit deri sot me mësu. Kështu që për teleshikues tuaj, për ndonjë pjesë mund të jetë kjo jo e kënaqshme, por unë një obligim si dikush që kam luftuar për këtë vend dhe kam qenë dikur i gatshëm edhe jetën me dha për këtë vend, ta them të vërtetën e cila po sundon këto momente tek ne. Dhe këto e bëj jo me qëllim për ta ofenduar këtë qoftë, po për t'i dhënë një sinjal edhe popullit, po edhe liderëve që duhet të ndryshojnë një çështje në interes të vendit, në interes të kombit, në interes të shtetit dhe raporteve të mira me bashkësinë ndërkombëtare, në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO dhe Evropianët. Edhe njerë të falenderoj, zoti Gecaj për kohën. Faleminderit juve. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.